Ori I presidentit Hashim Thoqi, apo? Zyber Hasani. Po, faktë edhe në fakultetin e kam, po me që si arsimtar të shkollë fillore që kam punu. Më në thonë sonte çfarë nxënësi ka qenë presidenti Hashim Thoqi, a është vërtet prej se ka qenë nxënës që ka pas tipore të liderit. E tha edhe pak më herët profesor Rambuja. Hashim Thoqi spori përveç që ka qenë nxënës e mirë, ka qenë edhe I edukuar. Pastaj, përveç që ka qenë I mirë në mësime, ai gjithmonë edhe si fëmijë me bakti kur ka shkuar, gjithmonë librin e ka mbajtur me vete. Në cilën lëndë në fakt ka qenë më I mirë? Në gjuhë shqipe. Po, gjuhë shqipe. Përveç mësimit, ka qenë I mirë edhe në aktivitetet lira, kam pas anëtar të grupit recitatorëve. Ka recituar domosdoshmë. Ka recituar. Kujtohet ndaj poezi bashkë që keni recituar? Bashkë një poezi që më kujtohet që kemi përgatitur për festën 28 nëntorit me grupin e recitatorëve për ditë festës, ka qenë ti Evropë pse ndove trojet. Mos e gëzof shkur një sahat. Ti Shqipnin pse coptove. Pse lek të kom sakat. Ku su ndon e su mërgun bitë e Shqipës në përbot, po në lukën se arrun, derdhen gjak e derdhen lat. Ka orë dita e bashkimit për një shtet, në një flamur, të shkullim gordët e kufirit zemrat thonë, o sot, o kur. Shqiptaria quhet trulli që nuk vdes nga zinxhir tonku. Shqiptaria quhet deti jo me ujë, por me val gjaku. Shqiptaria është betimi për një shtet, në një flamur, Shqiptaria është kushtrimi që na thret o sot, o kur. Bravo. Këtë poezi sigurisht e ka recituar dhe presidenti Hashim Thoqi. Këtë poezi ka recituar presidenti Hashim Thoqi për festë 28 nëntorit. Po për këtë poezi kemi pas pasaj problem atëherë dhe me komunistat, se kanë qenë në anëtarë të Partisë Komuniste shumë në kolektiv. E thova pak më herët që ka qenë shumë marak me lexu. Gjithmonë, unë e kam udhëheq bibliotekën e shkollës, se kam bojt, Hashimi e ka pas një qelës, unë e kam pas një qelës. Domthonë ai ka qenë shumë marak. Edhe nxënësit ka qenë shumë I dhonën pas mësimit. Edhe nxënësit shpeshherë kanë ndodhur që kanë humbur në një orë mësimi, ai nuk ka dalë me nxënës në barë, por është në bibliotekë ka najtë dhe ka lexuar mësimin. A je krenar, asimtar që Shumë jam krenar. Një nxënës yti është bon president I shtetit, ka arrit me udhëheq gjitha proceset politike dhe historike të Republikës Kosovës, ka shpallë dhe pavarësinë. Natyrisht që jam krenar, por jam edhe I mërzitur me ngjarjet më në fund që ndodhen. Nga se njeriu që krejt jetën ja kushton shlerimet vendit, ai duhet ta gëzojë lirin, të rrinë posin ku ka qenë aty jo, të mbetet I mbyllur atje në hall. Si mbet fakt Nofka se ti keni një rrëfim interesant. Nofkën gjarpri ka mbetur, ne kemi pas profesorin e biologjisë, ai e mbonte gjarprin në kabinet. Edhe a ditë që kishte me shpjeguar për gjarprin, kishte nxjerrë gjarprin e kishte hedhur mbi tavolinë. Edhe ju thotë nxënësve, a guxon kush me kop gjarprin me dorë? Asnjë s'ka guxu, ai ja ka nxjerrë gjarprit edhe ka kopë. Presidenti Hashimi. Presidenti Hashimi. Dy fjalë, profesor Rambuja, për këtë që për rrëfen arsimtori I presidenti Hashim Thoqi. Po këto janë hapat e parë të Hashimit dhe atëherë dhe po më habit arsimtori që ka dashur letërsinë dhe gjuhën shqipe, po ai studioi historinë pastaj. Historia dhe gjuha shqipe kanë lidhje lidhura shumë dhe natyrisht që ai studioi historinë dhe nuk e studioi rastisht, po e studioi me kuptimsinë e thellë, sepse në fakt e mësoi mirë dhe deshi ta ndroi atë në kuptimin më pozitiv fjalës, dhe të realizoj lirinë e gjyshme së kombit. Dhe e bëri. Por shqetësimi është a dim ta vlerësojmë e ta çmojmë aq sa të duhej, sepse vendi I tij është I pakontestueshëm dhe I pamohueshëm në histori. Sigurisht edhe atje ke pas rast me bisedu që me shok ti edhe atje në Hag po lexon libra. Po në Hag thanë që na morin qafën e ka harxhuar gjithë librat, ka lexuar një bibliotekë tërë që një vjet, dhe unë e di që ai ka pasion leximin dhe ka sens për të zgjedhur libra se të cilat I sjellin më shumë njohuri për saktimin e tij. Kështu që është shumë domethënëse. Asimtar dy fjalë? Një veçori ka pasur gjithmonë që ka qenë I heshtur, nuk ka folshëm, nuk ka duruar ta ngacmoj askush, por kur në jetë se ka ngacmuar askënd. Pastaj me ato virtyte ka shkuar edhe në gjimnaz në Skënderaj, po atje Në gjimnazi ka ndodhur diçka interesante, ka shkruar fotografinë e Titos. Fotografinë e Titos. Pse?
Se sigurisht që o impresionua, duke lexuar e ka ditë se Kush është ai? kush Ka është ditë mirë që është që vërtet kryesatrapi. vërtet ai bën të pyetje pse në atë kohë, pse për shembull ne kemi autonomi, pse nuk kemi republikën si republika tjera. Se njeriu kur lexon shumë zbulon gjithçka. Se në atë kohë me thon Klos 8 për shembull, ndonë se s'ka ditë çfarë është autonomia, çfarë është republika. Se Jugoslavia ka qenë prej 6 republikave 2 krajinave kështu. Andaj thash për me shku në Klos tashimit është do thjesht shumë i përgatitur. Se ka po pyetje interesante me siguri. Pyetje që të manet ke, ku i gjente ato pyetje me ashtu të bënda. E këshmi falenderu shumë arsimtarin Zember Hasani, që ishte sonte me neve, faleminderit shumë që ndajte këtë rrafim interesant. Këshmi shku me të lloj të parë marketingu dhe shmi kthym pjesën e dytë bashkë me profesor